إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Gjematë të ndëruar, kundër kujt është sulmi dhe pse? Imam Ahmed bin Hanbeli, rahimahullah, thot, kur dietari nënçmohet dhe nënvlerësohet, atëherë kujt do t'i besojnë njerëzit? Dhe nëse humbin njerëzit shoqëria besimin të liderët fetar, të uleman dhe dietarët, të hoxhallarët e davetxhit, e të xhamatin ndershëm dhe praktikues. Nëse humbët besa të to, nëse rënohet autoriteti i tyre, prej kujt do ta marrën fen, thot Imam Ahmed bin Hanbeli. Sulmi i munafikave dhe të tjerëve jemi duke parë me vite, për çdo vjet apo për çdo 6-7 muaj sulmohet një figurë prej figurave të Islamit. Atëherë pse? Pse atë rëndësi ka dhënë Imam Ahmed bin Hanbeli ulemave? Për shkak se këto janë kandila. Këto janë ata të cilët ja u kënaqin syrin njerëzive kur ata kanë mërzi dhe pikëllim. Për këto peshqit në det i bëjnë istighfar. Për këto me laqet i shtrojnë krahët e tyre. Për këto pas ndërmjetësimit të pejgamberëve të Allahut do të jenë uleman dhe dietar, që do të ndërmjetësojnë te Allahu subhanahu wa taala. Këto janë që i zgjojnë njerëzit prej xhumit, prej gafletit. Këto janë të cilët ja mësojnë njerëzive rrugën e drejtë. Këto janë që i orientojnë njerëzit në udhëzim. Këto janë që i shpëtojnë njerëzit prej xhehenemit. Këto janë të cilët i udhëtojnë njerëzit dhe i mësojnë nga rruga e tobës dhe pendimit. Këto janë më të mirë se asketët. Këto janë më të mirë o vëllezër të ndershëm se ata që adhurojnë shumë Allahun subhanahu wa taala. Se këto janë që të mësojnë. Këto posedojnë një dituri, këto kanë një shkallë të lartë, këto kanë një epitet që ja u ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Këto vëllezër janë drita e adhuruesve që i udhëheqon rrugën njerëzive. Këto janë pishtarë të vendeve, këto janë shtyllat e ummetit dhe burrimit të urtësisë. Për këtë arsye, këto janë që hidhrojnë këtë shejtanin. Shejtoni nuk ka qef të këtë dietar. Këto janë që i zemrojnë armisht e Allahut. Këto janë që i shqetësojnë munafikat, se nuk kanë qef që të kece në mesin e shoqërisë njerëzit të cilët i këshillojnë njerëzit, i orienton nga khejri, ja mësojnë moralin, ja mësojnë respektin, i motivojnë se si të hinë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu thot për këto, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, me të vërtet ata që i frikson Allahut subhanahu wa taala janë uleman. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, wa man yu'ti al-hikma faqad utiya khayran kathira. Kujt i është dhënë dituria, urtësia, dituria e thellë dhe kuptimi, ka thonë disa prej selefit, i është dhënë atij njerit një hajër i madh. Për këtë arsye, sulmi është ndaj atyre të cilët i thrasin njerëz në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala.
Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Walakin kunu rabbaniyyin." Do thot bohu njerëzi dietar të mësimeve të Zotit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kush është dietar rabbaniyyin? Kush e merr këtë epitet? Kush e merr këtë që për një me është dietar dhe sulmohet? Ai i cili ec pas hapave të Kur'anit dhe sunnetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nuk janë të parë dietarët e hoxhallarët e thirrsat që sulmohen. Para tyre është sulmuar mësuesi i tyre, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka ardhur në Mekka, i ka ardhur shpallja dhe ka filluar që të thrasën njerëzit në tauhid, në njëshmërinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Atëherë janë qoroditur Kurejshët. Se pejgamberi alayhi salatu wassalam para se me i ardhë shpallja ka adhuru Allahun, i ka bëj ibadet Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se me i ardhë shpallja i ka pa dukurin negative në mesin e shoqërisë së vet, në Mekka. Por ata nuk e sulmuan Rasulullahin para shpalljes, nuk e funduan, nuk e shajtën, nuk e dëbuan, nuk tentuan atentat. Por pasi që erdhi shpallja, e urdhroi Allahu subhanahu wa taala që t'i thrasë të tjerat. Kur filloi pejgamberi Allahu t'i thrasë të tjerat, që ta adhurojnë vetëm një Allah, jo shumë, vetëm një Allahun subhanahu wa taala, dhe të largon prej dukurive negative, që ishte kamata, gjakderja, amoraliteti, ngrërja e mallit pa hak, vjedhja e mallit të tjerë, e mund ke i fortit të doptin. Kur thiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të përmësot kjo gjendje, atër u quan kam Kurejshët. Derisa ai vetë adhuroi ka Allahu s'prish punë, ti me Zotin tanë, por të tjerët mos i thirr. E kuptuat ku është problemi? Ti adhuroj Allahun tënd, ti dhe veçja jote. Por çka kemi njerëzit? Pse i tregon njerëzive drejtën? Pse ja tregon njerëzive kodin e suksesit? Pse ja tregon njerëzive kodin e lumturisë? E kjo ju dhem atyre. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "E ja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab." I kanë thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, zotrat tonë të shumt i ka bë një zot, po thret Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Qërët këtë me gjut vetëm Allahun me adhuru. E thot me të vërtetë kjo gjë e çuditshme. Edhe ne po shoh në lloj-lloj njerëz të thonë gjë e çuditshme. Po porzihen. Kjo është për një me e çuditshme për ata të cilët nuk kanë frikë Allahut dhe nuk e duan Allahun subhanahu wa taala dhe nuk i besojnë. Allahu subhanahu wa ta'ala tregon në Kur'an dhe thot: "Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu kul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabbi'unna bima amiltum." Mendojnë dhe besojnë ata të cilët kanë bë kufër, kanë dalë prej feje, si besojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, an lan yub'athu, që nuk do të ringjallën. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Kul bala", po thuaj pasha Zotin tëm, kini mu ringjall. Edhe pastaj ka me ju tregu Allah për çdo sen, do të informoheni ju çka keni vepruar. Wallahi kini mu ringjall. E kjo është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka thirrë njerëz në din të Allahut, atëherë ata janë çue pesh dhe të luftojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ta ofendojnë. Ulema, dietar, rabbaniyin, do të thot ata të cilët ecin pas Kur'anit dhe Sunetit, nuk shlojnë pajnë. Do thot, kanë dituri për fejen e Allahut, për dispozitat dhe rregullat e dinit të Allahut, që cekëm ajetin wa man yu'til hikma faqad utiya khairan kathira, kush i dhon urtësia ju ka dhon khajri i madh, dituria këtu ka thon hikma është el ilm wal fahm, dituria dhe kuptimi. Çdo kush nuk kupton, dikush mund të lexojë po s'kupton. Sa herë kena i qirak na 100 herë ja tregon një send, se kupton o vlla. Het se ka për diçka tjetër është ai. Pastaj e dyta është që
të jetë prej njerëzive të mençur dhe të ditur, njerëzive që kanë autoritet dhe i njohin fenë Allahut subhanahu wa taala. Se Allahu ka thonë: "Atiullaha wa atir rasula wa ulul amri minkum." Bini Allahut dhe pejgamberit. Wa ulul amri minkum, ulul amr kanë thonë, thot Mujahidi rahimahullah, thot ulul janë ata të cilët kanë dituri dhe kuptim. Janë njerëzit e diturisë dhe të kuptimit, që e kuptojnë fiqhun, e kuptojnë situatën, e kuptojnë mira jetët dhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe ulemat janë ata të cilët janë njerëzit e mejlisu shura, të uljes dhe konsultimit, që konsultohen për çdo çështje, që kanë dituri dhe urtësi, dhe ata për çdo situatë, njerëzit që kanë hall dhe dert drejtohen te ata dhe konsultohen me ta. Këto janë njerëzit të cilët i ka vu Allahu subhanahu wa taala udhëhec për njerëzit që t'ja mësojnë dinin e Allahut subhanahu wa taala, dhe janë njerëzit të cilët urdhrojnë në të mirë dhe ndalin ka e keqja, por me dituri dhe me urtësi. Me dituri dhe me urtësi. Dhe janë dietarë të cilët të kujtojnë ti kur të harrojsh. Allahu subhanahu wa taala thot: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Pyetni ata që dinë kur ju nuk dini. Këto janë ulemat, dhe fundta është respektimi i dispozitave të fejes të Allahut. Kur thon dispozitave, rregullat të fejes të Allahut, do të thotë sheriatit të Allahut, se kur ju thosh sheriat, trishtohen. Do të thotë sheriat është ligj, dispozit, rregull e dinit të Allahut. E thot Sheikh Uthaymini rahimahullah, ata të cilët e respektojnë fejen e Allahut, i respektojnë hoxhallar dhe ulemat. Nënçmimi dhe ofendimi i ulemanëve dhe hoxhallarëve është ofendim i fejes të Allahut, dispozitave dhe rregullave të dinit të Allahut. Pse? Për shkak se këto dietar, këto hoxhallar, këto ulema janë që e mbartin këtë amanet. Ti kur ta sulmojsh atë që e mbart amanetin, e ke sulmuar amanetin me njëherë. Kështu thot Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Sheikh Uthaymeen rahimahullah ka thonë ulemat janë 3 lloj. Ulema i fes, i dinit, ulemat e sultanit, edhe ulemat e poplit. Ulemat të dinit, ulemat sultanit, ulemat të poplit. Ulemat të poplit e këshirë poplit, çka ka qef? Telefon në rrjetet sociale. Ja bon qefin poplit. Këto janë ulemat e poplit. E këshirë qefin çka e ka. Ka qef kish këndete, thaj shumë mirë se vaposh. Tash ndosh trupin. Ti çka ke? Ti qef ke muzikë? Ban me muzikë ti me vëvëdarsman. E këshirë ti çka ke qef? Këto janë ulemat e poplit. Dëshirat që ja plotësojnë poplit. Ulemat të sultanit, çka thot sultani, ki thot peçi. Ai amin, ki amin. Ki djath në djath, ai të majt. Ulemat të dinit janë që japin fetva në bazat Kur'anit dhe Sunetit dhe ixhmait, edhe ulen edhe pse për to është vështirë. Shumë raste. Kështu thot Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Këto të cilët dalën dhe sulmojnë, ka i sulmojnë që këtë lloj të ulemave të cilët tentojnë të zbatojnë Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Lusbi Allahu subhanahu wa taala që Allah të na vetëdison, që Allah të na ban që të kuptojmë mirë, që ne mos të bëfëm në sungjer të pranojmë çdo sulm, çdo ide, çdo dyshim që na gjujnë të tjerët, ne ta marrmi në zemrat tona. Përkundrazi, ne duhet të jemi shumë të qëndrueshëm, të dim sulmi kur na vjen, prej kujt na vjen dhe si duhet ta mbrojmë. Lutë Allah subhanahu wa taala që Allahu të na vetëdison. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Pse kisul kundër tyre një xhamat të nderuar për me dobësu autoritetin e figurave fetare islame. 2. Me i largu këto prej rrugës se hoxhallar, ulemat janë që i pengojnë të këqijat. Dalën flasin se kanë ndërtë dhe nëse ju kushton ative personalisht. Flasin, kjo gabim, kjo keq, kjo haram, kjo halal, mbaroj. E këto duhet me largu këtë pengesë prej rrugës, që ato ta kenë autostradë. Që mos dalë dikush thotë, ej, keq, ej, kujdes, keni frikë Allahun, kjo rrugë nuk është e mirë. Këtë duhet ta pastrojnë autostradën. 3. Që të krijojnë një imazh të keq ndaj udhëhecave, liderave fetar. Që populli i cili nuk është i lexueshëm, i ditur, ka mundësi t'i thithje këto dyshimet. Edhe shpërndan mohabetet na për kafe, na për rrjetet sociale, e pastaj që nesër kur ta shoh rrugës, ai lënë se kikona. Se njerëzit i largojnë larg. Mos të kenë drejt për drejti kontakt, se kur të kesh me dikant të mençur kontakt, shumë mirë e kupton se ai çka don prej teje dhe çka të thot. Po ashtu që në këto sulmi janë që të realizojnë ideet e liderave të tyre që rinë pas tyre, të sekularistave, të tjerëve, që realizojnë planin të këtë tjetër, që rinin shoqërinë islame të largojnë prej dinit Allahut subhanahu wa ta'ala. Se këto janë që e pengojnë thrasën njerëzit në tauhid, këto janë që i pengojnë njerëzit prej të keqët. Ekzistimi i këtyre në skenë, i këtyre personave, ashtë o vlezër se ja u tregon devijimin e munafikave ku janë. Pastaj i orientojnë të rit dhe të rejat drejt rrugës së xhenetit Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe pse kam shumë për të folë në këtë tematikë, se si duhet t'ju përgjigjnë atyre, si duhet të aktivizojnë në rrjetet sociale, si duhet të përdorim në teknologjinë për me mbrojt autoritetin tonë si musliman, si fetar, besimtar. Jo kujtim teke të dalë dhe të sulman fejen e Allahut, dinin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në fund, 2 mesazh. I pari është, ke kujdes kur ta lëshosh gjuhën, të flasësh për figura të dinit Allahut subhanahu wa ta'ala. Për shkak se hasmin e parë që do ta kesh Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në hadith kutsi, kush ma sulmon një veli, një mik tim të dashur tim, ati i kam shpall luft, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Qish nuk e di, ata merr harmonin me gruan, atë sprovon në vlat, anë autoritet, anë fam, ata çon një ankth që s'ka mjet që mund të ta largoje. Nuk e dim ne. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim." Kan ta nënshmon Allahu, kan ta poshtërson Allahu subhanahu wa ta'ala, s'ka kush dikush tjetër që mund ta nderon. Mesazhi dit është është me turp këtë me thonë. Me shu gjuhën ndaj njerëzive të cilët janë thënë në Islam, ndaj atyre që me vite ja kanë mësu fejen Allahut, me vite ja kanë mësu fëmijët e muslimanëve, me vite i kanë orientuar nga hajri, në kohën kur ju ka lip vatani që ato burrat kanë lënë studimet, i kanë lënë fakultetet, shkollat e mesme, dikush e kanë fejuar, kanë lënë fejumën e vet, dikush e ka lënë gruan shtatzan, dikush e ka lënë fëmia sa i ka lind dhe ju kanë përgjigj këtij popullit, këtij ummetit, janë thënë. Edhe askush nuk e di, në jetën më të mirë të rinis, ata i kanë dalë këtij vatanit Zot. E sot me dalë me ngrit zonin kundër tyre, vallahi nuk është rregull. Duhet të kujdesemi. O vëllezër, goditjet e fuqishme e coptojnë xhamin. Vetëm goditjet e fuqishme e forcojnë hekrin. Xhamin e coptojnë, hekrin e forcojnë. Për këtë të qëndrojnë në parimet tona fetare, dallgat dhe shkuma e detit do të shkoje, e ti do të qëndrojsh në atë vend, duke kërkuar ndihmë prej Allahut subhanahu wa taala, duke u bazuar në bazat fetare. Lut Allahu subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tuana dhe të na bashkon gjithëve në xhennet al-firdaus. Allah ju gëzof ato që nuk din,
Allahu ja u qel sytë e zamrës që të shonë të vërtetën, nesër të shonë që me të vërtet kanë gabuar dhe të kërkojnë halallak këti umetit, këti poplit. Dhe vlezë të ndershëm, kena një vlla në spital, është sprovuar me një telashe, me një smuje, e lutni për to Allahu të ruaje, Allahu të shëron, Allahu t'ja leton, Allahu t'jep shërim të plot, ta kthen në familjen e vetë sa më shpejt, shëndosh e mirë, wa aqimus salat.